unë jam shumë kurioze, një mjeke shqiptare e cila ka zgjedhur pikërisht akupunkturën. Pse e keni zgjedhur këtë dhe pikërisht na tregoni vitet e studimeve tuaja atje ku keni bërë pra në Shangaj, disa vite ndoshta të veçanta nga sa I kishit menduar më parë. Përpara se të studioja masterin për akupunkturë në Shangaj, unë kam studiuar në Universitetin e Tiranës të mjekësisë, kam studiuar mjekësi të përgjithshme. Jam diplomuar në vitin 1998 dhe pasi u diplomova, isha në një udhkryq se çfarë dege të zgjidhja dhe të specializohesha. Një mike e familjes tonë më sugjeroi akupunkturën sepse ajo shkonte shpesh në Paris dhe trajtohej me akupunkturë dhe më tha pse s'provon. Dhe unë përfundova në Kinën e Veriut, në Taiyuan Shanxi dhe bëra një kurs 3 mujor në gjuhën angleze, kursin e 3 internacional të akupunkturës. Atje pash që kuroshin smundje të shumta me akupunkturë dhe rezultatet ishin të shkëlqyera. Kjo më tërhoqi jashtëzakonisht dhe më bëri që të aplikoja për një master dhe pas një viti fitova një master në Shangaj, në Universitetin e Shangaj. Sa vite? Master ishte 4 vjeçar, por një vit duhet studioja gjuhën kineze. Kështu që unë studiova një vit gjuhën kineze dhe pastaj bëra masterin 4 vjet. 2 vjet praktik klinike kam bërë në Institutin e Kërkimeve Shkencore të Akupunkturës së Shangajit, që është niveli më I lartë I akupunkturës klinike, me një ndër doktoreshat më të mrekullueshme, më të famshme, më të mira që kishte Shangaj. Qian Qinlang është emri I saj. Ajo shikonte 100 pacient në ditë. Do me thënë, eksperienca klinike ishte jashtëzakonshme. Kishim 10 shtreta në klinikë. 100 pacient në ditë? Po, unë do të shkoja që në 7 të mëngjesit, fillonim më herët dhe mbaronim 6:30 të darkës. Për te orarit zyrtar. Do me thënë, sepse ajo ishte shumë e kërkuar. Dhe ajo punonte dhe paguanin për pacientët ekstra.